flasim për këtë të mojat, se të vogla sa dush, për secilin. Mënyrën që ka mbyll, domethënë rrugën George Bush për me shëtuar shesh, e ka bërë gabimisht, sepse projekti i Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim ka qenë që maspori me u ndërtu UNOZA, e pastaj rrugët e mbrëmshme mundën mu mbyll më shndrun sheshe. Ky e ka nisë të kundërtën. E ka nisë maspori rrugën me bërë shesh, e pastaj me kalu te UNOZA, që nuk është, mendoj që kjo ka qenë gabimi i parë dhe kjo ka ndikuar me e botë lëvin në Prishtinë. Ama bllokimi është për diçka këtë tjetër ato. Bllokimi është kënd se po e cënon tash i bin kulturore trisht ata transportit jo minjo. Ajo tash i kemi. Arsyetimi i bllokimit nga Ministria e Kulturës ka qenë kjo. Nuk ka problem neja që me të drejtuar. Po megjithatë. Mos u kapni për kohë. Megjithatë për me ardhur te rezultati. Unë mendoj që unë kam mendim ndryshe. Unë po flas me motje që janë bu. Kur është pyet votuesi i vetvendosis, cila është preferenca jote e dytë. Do të thonë 80% e votuesve të vetvendosis e kanë preferencë të dytë për Parim Ramën. Edhe pse betejë është mes tyre. Po njëkohësisht edhe PDK-s, votuesët e PDK-s, preferencë të dytë të tyre, 80% e kanë për Parim Ramën. Nëse dalin këtë votuesët e PDK-s me votu, që kanë votuar në rondën e parë. Prirja është që pra që kjo përqindje, ma pak ma shumë tash na nuk pjanojmë pikën, mundet me shku ka përparimi, në çaj 20% që ose po thuaj fuqiliroj ka përgjigj, no? As fuqiliroj ka. Jo, unë nuk e japa me ditë kush e fiton. Nuk e japa po ti na akuzove këtë. Unë prapë mendoj që në rast se okay, po shihet që po i ndihmon përparimit. Edhe PDK-ja, nëse Urani nuk ka dalë publikisht me qendrim tinaj, ka dalë njerëz PDK të fuqishëm. Kur delen me Rogja më fol me thonë që unë e votoj për Parim Ramën, ajo është mesazh për votuesit e PDK-s. Dhe prandaj mendoj që këtë të dyja kanë me ndihmu për Parim Ramën me dalë fitimtar në zgjedhje. Për Parim Rama i vetëm në zgjedhje nuk kish mujt me mujt Arullaqikun. Me këto jam 1.000.000% i bindëm. Kulmi LDK-s është që zvoton Suareka? Kush? Me Rogjaj. Zvoton Suareka? Nuk e di kur voton për zotin, po